ai mund të jetë lëshuesi i gjithë shkaje, përfshirë dhe zonjën Brinda Balluku, përfshirë dhe zotin Erion Velia. Ne bashkë kemi diskutuar librin Black Swan, Miel Marzel, si zoti Velia i kishte ditën e parë që shkoi në SPAK. Dhe që fabula e atij libri është një ditë të bukur mund të ndodhi një gjë papritur jashtë çdo lloj norme logjike që ka ndodhur deri më sot, edhe një ditë të bukur zoti Rama po i rrënohet, po i shkërmoqet gjithë struktura e tij politike, kaq e fortë në Shqipëri, po kaq e dobët tashmë në arenën ndërkombëtare, sepse të gjitha sulmet e SPAK-ut që po ndodhin, tashmë është e qartë fare, nuk ka më mjegull, janë të koordinuara nga Amerika. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke bërë një negociat me Ramën. Pikërisht ja këtë, se këtë doja të pyesja unë, se që Sali Berisha do të rrëzojë Edi Rama dhe partitë opozitare, kjo është e qartë. Dhe të marrin pushtetin. Po ku është e qartë kjo? Jo, tani e qartë, protestojnë, të paktën nisur nga kauza, ato se çfarë thonë. Gjithmonë i referojnë kauzës së tyre, të largojmë Edi Ramën. Tani vetëm diçka, të largojmë Edi Ramën, që Edi Rama do të mbajë pushtetin, e kuptueshme dhe kjo. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës për çfarë po negociojnë këtu? Ashtu. Tani gjithë kjo spastrim politik që është duke ndodhur, për çfarë? Se kjo është pyetja që thoni ju, kjo është pyetja dhe mbi këtë premisë pastaj vazhdojmë. Unë gjykoj që në Shqipëri duke ndodhur spastrimi i klasës politike. Neve kemi thënë shpeshherë këtë, po jemi akuzuar jo vegla të njerëz pal ose me agjendes e SPAK-ut, në fakt nuk ka lidhje SPAK-u. SPAK-u është thjesht instrumenti. Njerëz që nuk largohen me vot, sepse kanë kapur pushtetin ekonomik, Amerika e ka gjithandej në Europën lindore skemën se si futet me drejtësi, duke kapur drejtësinë dhe duke larguar me drejtësi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë të spastrojnë klasën politike. Kërkojnë pse? Të t'jap një shembull konkret, që një vend i NATO-s mos të ketë më skandale që cënojnë sigurinë kombëtare të NATO-s në një moment prag lufte botërore, ku një nga 8 oligarkët më të rëndësishëm të Putin, Oleg Deripaska, të marri pasuritë kombëtare strategjike të naftës, siç mori me negocimin e Megonigal dhe me firmën e Gjikmurit. Po Oleg Deripaska kishte qenë një nga përfituesit e veprave publike më të mëdha deri në 2013 me zotin Berisha. Pra, është me të dyja palët. Kjo është një shembulltyr, një shpjegim që mos të ndodhi një gjë e tillë me një klasë politike të korruptuar, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës zgjedhin drejtësinë për të spastruar atë që nuk spastruhet me votë. Zoti Rama po negocion duke thënë, gjykimi im tani sepse po futem në rolin pozicionin e tij. Unë jam gati ta mbështes drejtësinë. Me çdo kosto përveç të shpëtoj karrigen time, pozicionin tim. Sepse në këtë ekuacion që jemi sot, në qoftë se me çdo kosto të rinë në pushtet, qëndrojnë pushtet apo largohem edhe drejtësia nuk më prek? Jo. Në qoftë se sot rrëzohet qeveria, unë jam i sigurt që pra Partia Socialiste fiton. Po të ketë para e vërteta idhur kjo është. Mua nuk më pëlqen, po kjo është e vërteta. Pra, zoti Rama thotë unë mund të lëshoj këdo, edhe zotin Balluku, edhe zotin Veliaj, por kjo është karta që ka zoti Rama, kjo është krediti. Por të lutem, më lejoni që unë të rikandidoj përsëri dhe nëse marr votat e qytetarëve, e shqiptarëve, unë mund të rizgjidhem përsëri. Unë gjykoj që kjo është një negociat e dëshpëruar, sepse nuk mundet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të investojnë kaq fort në Shqipëri, të bëjnë të spastrim rrënjësor që janë duke bërë me SPAK-un, sidomos ditët e fundit, që përfundimit të jetë koka e një zonje, që në fundit është një zonjë, e cila vërtet mundet këtë bërë korupcion, dhe ka bërë korupcion të zonja Balluku ose X-i, po është ingranazhi sistemit, nuk është ajo sistemi. Amerika nuk ka qëllim të pastrojë ingranazhet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qëllim të pastrojnë sistemin, jo disa ingranazhe, për të ndruar me ingranazhe të tjerë më vonë. Dhe sistemi është Edi Rama Sali Berisha. E njëjta gjë është duke bërë zoti Berisha, kur kërkon negociat të largohet ai, por të qëndrojë në krye Argita Maltezi, në krye të Pra, po më thua që Sali Berisha e pranon largimin? Absolutisht po. Këte kanë burime nga disa burime mediatike, nga edhe pranë ambasadës.